Bismillah. Dy fjalë për virdin. Ibrahim Sakrani e përshkruan procesin e disiplinimit të vetës me wird. Dhe virdi është dhikri, leximi i përditshëm, leximi i Kuranit, pjesë që ndan për të lexuar për ditë. Derisa virdi të bëhet pjesë e pandashme e njeriut. Thot, virdi i përditshëm, siç thot një njeri i mirë, i devotshëm, pra virdi i përditshëm, ditën e parë doket si mal i rand. Ditën e dytë si gjysma e malit. E deri në ditën e katërt. Në ditën e katërt, pastaj të bëhet si ushqimi, mungesën e tij pra virdit e nin me dhimbje. Kjo tregon rrugën e istikames, pra qëndrueshmërisë. 3 urtësi më të qarta e goditse në një. Fillimi, pra mali. Çdo vird në fillim doket i rand si mal. Nefsi e kundërshton, por aty fillon lufta e vërtet. Urtësia e dytë, vazhdimi, pra lehtësimi, me durim e vazhdimsi, ajo pra virdi që dje të dok i rand si mali, sot fillon me u lehtësu. Istikamja pra e zbut nefsin. Dhe urtësia e tretë, arritja pra ushqimi. Kur e bon virdin pjesë ditës, mo virdi bëhet nevojë. Nëse e len, shpirti e nin mungesën, njësoj si trupi pa ushqim.